sikur të mos gabonit, Allahu do t'ju shuante dhe do të sillte njerëz të cilët do të gabonin, do t'i kërkonin falje Allahut dhe Allahu do t'i falte ata. Na përcjell profeti alayhi salatu wasalam në një hadith qudsi ku Zoti i gjithësisë domethënë thot: gaboi njeriu, bëri njeriu një gjuna dhe u pendua dhe e din se ai ka një Zot që e pranon pendimin dhe Zoti e fali atë. Dhe pas këtij gabimi, gaboi sërish njeriu. Pra bëri gjuna. Pasi e ka bërë herën e parë, të njëjtin gjuna e ka përsëritur sërish. Dhe u pendua sepse e din që ka një Zot që e fal, dhe sërish Zoti e fali atë. Dhe gaboi sërish thot njeriu, pra edhe për tretën herë. Pra në natyrën e tij njeriu gaboka, sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë për njeriu që njeriu është krijes gabimtare, laulam tudhnibu, sikur të mos gabonit, Allahu do t'ju shuante dhe do të sillte njerëz të cilët do të gabonin, do t'i kërkonin falje Allahut dhe Allahu do t'i falte ata. Pra në natyrën e tij njeriu gabon. Ndërsa në natyrën e tij sërish, në natyrën e tij, kështu të ka krijuar Allahu, është edhe që pendohet. Dhe Zoti të garanton që edhe pse ti gabove, u pendove, e përsëritë sërish gabimin, por kur përsërit sërish gabimin, çfarë do thotë? Që duhet përsërisësh sërish, domethënë pendimin. Ndaj, ruaje gjuhën, përkushtohun familjen tënde, krijoj kushte familjes tënde, krijo privatësi me familjen tënde, kushtoj kohë të mjaftueshme familjes tënde dhe qaj për gabimet e tua.